Tërmet i fuqishëm 6.2 ball në Kretë. Lëshohet alarmi për tsunami. Një tërmet me magnitudë 6.2 ball goditi mëngjesin e sotëm brigjet verilindore të Kretës, duke tronditur pothuajse gjithë ishullin grek dhe duke shkaktuar përkohësisht alarm për tsunami. Epicendra e tërmetit u lokalizua rreth 58 kilometra në verilindje të qytetit bregdetar të Elondës, sipas shërbimit gjeologjik të SHBA-s. Tërmeti ndodhi në det të hapur në orën 03:19 të mëngjesit me orën lokale, në një thellësi prej 68-9 kilometrash. Qendra sismologjike euromesdhetare raportoi se ngjarja kryesore u pasua nga disa pasgoditje, përfshirë një lëkundje të fortë pranë bregdetit të Malias. Në Heraklion, lëkundjet u ndjen të forta dhe zgjatën disa sekonda, ndërsa pasgoditja kryesore u përjetua për afro një minutë. Autoritetet greke lëshuan menjëherë një alarm për tsunami, duke paralajmëruar banorët dhe turistët të qëndronin larg vijës bregdetare, derisa të kalonte rreziku. Deri tani nuk ka raportime për dëme materiale apo të lënduar. Tërmeti i sotëm vjen vetëm një javë pas një tjetër tërmeti me magnitudë 6.0 ball që ndodhi në brigjet lindore të Kretës, pranë ishullit Fry. Ekspertët kanë vërejtur një rritje të aktivitetit sismik në zonën e Egjeut Jugor, përfshirë edhe afërsinë me Santorinin. Autoritetet vijojnë të monitorojnë situatën, ndërsa sismologët paralajmërojnë për pasgoditje të mundshme në orët dhe ditët në vijim. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.